konsiderot parlamentin a fatë për 30 ditë, çka do të ndodhë? Tu kemi një mangësi, por unë shpresoj plotësisht pajtuana me kolegun që tha, nuk ka vullnet Albin Kurti që t'i themi në institucion shtetërore, për shkak se dënë me jetu, dënë me punu, pa përgjithësi. Nëse s'ka vullnet, zotër Shala, për të ndërlidur. Pikërisht që tu është. Pse LDK duhet shkojnë takim? Pse duhet këtë vazhdimësi takimesh? Përshë që këto takime, unë mendoj që edhe Lumiri edhe Vjosa, kur janë bu bashkë, janë bu për qëllimit caktuar. Për shkak se Lumiri nuk ka pas mundësi me rrit kapacitetin votues të LDK-s ka ditë. Kjo Vjosa e largoi Albini, nuk e pranoi për presidente, andaj s'pat tjetër rrugdalje përveç të kthehet në shtëpinë e vjetër ku ishte ka qenë. Prandaj ky bashkimi këtyre ka ndodhur pikërisht për interesa personale e nuk ka ndodhur për interesa të LDK-s. Edhe kjo vërtetuar me votë. Andaj tani shkon atje, të shkon po pikërisht nështë ekziston mundësia se kolegu dinë edhe më mirë me që është aty, edhe që kjo përqarje ka informacione që ka ndodhur për shkak se këto bisedime po bëhen në mënyrë sekrete më shumë për interesat personale të këtyre se sa për interesat të LDK. Interesa personale të dyve. Abdiqeku dhe Osmani. Se çfarë interesi mund të kenë? Ka interese kjo të rizgjedhet presidentet, lobit e merë në pozitën... Por është qartë që zona Osmani nuk mund të bëhet presidente? Jo, nuk është qartë.